Ditën ishte polic, natën grabiste banka, por historia bëhet edhe më e pabesueshme. Ndonjëherë pas grabitjes, kthehej në komisariat dhe hetonte krimin që sapo e kishte kryer vet. Quhej Andre Stander, kapiten policie dhe detektiv në Afrikën e Jugut. Gjatë viteve 70, Stander nisi një jetë të dyfisht. Në njërën anë ishte një oficer policie që duhej të kapte kriminalët. Në anën tjetër ishte vetë grabitësi. Madje ai arrinte të grabiste banka gjatë pushimit të drekës, të kthehej në punë dhe të merrte pjesë në hetimin e grabitjes. Mes viteve 1977 dhe 1980, besohet se grabiti rreth 30 banka, duke përfituar një shumë të madhe parash. Por sekreti i tij nuk zgjati për gjithmonë. Stander u zbulua, u arrestua dhe u dënua me 75 vjet burg. Dhe këtu historia bëhet edhe më e pabesueshme. Në vitin 1983, ai u arratis nga burgu së bashku me një të burgosur tjetër, Lee McCall. Më vonë, ata ndihmuan edhe një të burgosur të tretë të arratisej. Të tre formuan atë që mediat e quajtën Stander Gang dhe nisën sërish grabitjet. Më 19 janar 1984, banda grabiti 3 banka në qendër të Johannesburgut në më pak se një orë. Por fundi ishte shumë pranë. Vetëm disa ditë më vonë, McCall u vra gjatë një operacioni policor. Stander iku në Shtetet e Bashkuara, duke menduar se mund t'i shpëtonte drejtësisë. Nuk ja doli. Më 13 shkurt 1984, ai u përball me një polic amerikan. Gjatë përleshjes, Stander u qëllua dhe vdiq në vend vetëm 37 vjeç. Historia e policit që grabiste bankat dhe më pas hetonte krimet e veta ishte aq e pazakont, sa në vitin 2003 u kthye edhe në film me Thomas Jane në rolin e Stander. Një polic, një grabitës, 2 jetë të fsheta dhe një fund tragjik. Historia e Andre Stander mbetet një prej rasteve më të pazakonta kriminale të Afrikës së Jugut.